Ti mund është me fshi çdo sen, mesazhet, browserin, mi më shef gabimet që i ke bo, po a ke menu najher që ato realisht kur nuk i ke fshi. Çdo vepër që e bën, e mirë ose e keqe, ajo ka murujt. Jo në kompjuterin tanë, po në librin e veprave tua. E një dit, ai libër ka me t'u dhonë dorë. Allahum thot në Kur'an, ai të cilit ka me u jep librit ti në dorën e djath, ka me pas të letë llogarin, edhe ka me u kthy i gëzum të afërmit e tij. Po është edhe një kategori tjetër, ku Allahu në Kur'an e përmend. Allahu thot, kurse ai të cilit jepet libri i tij pas shpinës, ka me u lut për me vdek dhe në zjarr ka me u djeg, se ai jeton të i shkujdesun. Tu menu se kur nuk ka me u kthy për me dhon llogari. Ti mund është me im shef gjurmë të tua në këtë botë, por jo prej Allahut. Për çat arsye, kujdes çka përshu në librin tënd, se një ditë çaj libër ka mu ekspozu para tjerëve edhe ke me jep llogari.